prioriteti ose shqetësim për mos miqësi të ardhshme në raport me këta eksponent, Ilda? Shumë e drejtë, në fakt ka një frym në të gjithë rajonin për të dalë me ca të vërteta se shqetësimet ngjashme për shkakun ka pasur edhe për Serbinë, që të njëjtat qëndrime, ndërkohë që në Serbi kishte krizë të thellë politike dhe vazhdon të ketë, zonja Kos për shembull nxjerrte deklarata që nuk përputheshin fare me ato çfarë po ndodhte aty. Apo nuk ishin në përputhje me atë çfarë deklaronte Parlamenti Evropian apo vendet anëtare, dhe këtu flasim për nivelet më të larta të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe ajo çfarë ka nisur, besoj, në të gjithë rajonin është një shkundje e institucioneve europiane që tani kjo epoka e stabilokracisë ose e hipokrizisë, që ata mund ta konsideronin dhe të shëndetshme, duhet marrë fund sepse nuk ka prodhuar asgjë të shëndetshme. Përkundrazi i ka smurur akoma dhe më shumë shoqëritë tona dhe ka bërë një dëm që ndoshta është edhe shumë vështirësisht i rekuperueshëm për shkak edhe të humbjes së popullsisë që në të gjitha vendet është ndier shumë. Por veçanërisht për Shqipërinë, kjo ka qenë e vështirë, jo se ne nuk kemi dashur ta bëjmë këtë betejë, por e kemi patur shumë të vështirë edhe për goditjes shumë të rëndë që morëm si opozit në vitet e fundit. Por kjo gjë ka ndryshuar. Dhe unë mendoj që dhe ndryshimet që kanë filluar të vinë nga Parlamenti Evropian, qoftë edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga vende anëtare të Bashkimit Evropian gjithashtu, reflektojnë këtë përpjekje që po bën opozita. Ti e mban mend që vitin e kaluar ne ishim në Parlamentin Evropian. Deputetët tanë shkuan atje, bën takime, janë bërë disa takime. Tashmë ne jemi përfaqësuar në të gjitha forumet. Zonja që drejton ambasadën amerikane nuk thret vetëm qeverinë, sa herë që thret në takim qeverinë, gjithmonë është opozita atje. Pra le të themi ka ndryshuar. Jo vetëm aq, por ne kemi një kombinacion të ri që mua më vjen keq që nuk i është bërë edhe reklami atushme. Në samitin e fundit që u mbajt në Brazil, vetë sekretarja e përgjithshme e Partive Popullore Europiane, dhe këtu përfshihet CDU-ja e Gjermanisë për kancelari Merz, që është edhe një nga liderët kryesor të Europës sot për sot. Dhe ku përfshihen dhe shumë kryeministra të tjerë të vendeve të Bashkimit Evropian, e ka vënë Shqipërinë si një nga 4 çështjet kryesore për EPP-n. Në nga gjithë problemet që ka bota, ne jemi një nga këto 4 çështje. Çka nënkupton që minimalisht vëmendje do të ketë më shumë. Pra e para është Ukraina. I dyti është Maduro dhe narkoshteti i tij, me thirrjen për ta hedhur poshtë, dhe e treta është Ramaduro dhe pushteti i tij për ta hedhur poshtë. Dhe këto i ka thënë në mënyrë shumë të drejtë për drejtë sekretarja e përgjithshme e Partive Popullore Europiane. Kështu që besoj këto janë mesazhe të drejtë për drejta të forta që reflektojnë qëndrime. Tash nuk janë pasojë asnjë lobimi, por janë qëndrime. Dhe tashmë ajo që ne prisnim që gjithë to që ka bërë Edi Rama dhe qeveria e tij në gjithë to vite do t'i ktheheshin një ditë bumerang. Ky bumerang ka nisur me një kosto shumë të madhe për të gjithë qytetarët shqiptar, përfshirë për ata që kanë ikur nga vendi, e kanë braktisur këtë vend, qoftë për të tjerët si ne që kemi vendosur të rrimë. Përpara disa kohësh ti ke bërë 10 pyetje të hapura për Bashkimin Evropian, por ne gradualisht i ezauruam në të gjithë folurën tonë. Marta Kosi nuk ka bindur as të vetët praktikisht, dhe ajo që duhet ndodhë në Bashkimin Evropian është që i ka sfiduar të vetët. Kështu që luftën ajo sot e ka me Parlamentin Evropian, nga ku vot besohet, se aty e merr votën e besimit, dhe ata mund ta rrëzojnë gjithashtu për qëndrimet që mbajnë. Marta Koze që nuk janë në përputhje me politikën e jashtme apo vlerat dhe parimet e Bashkimit Evropian. Ka bërë opozita shqiptare në parlament, ka bërë grupi parlamentar i Partisë Demokratike një rezolut të këtij grupi parlamentar deputetësh, një rezolut të vetën, dhe e ka quar në Bashkimin Evropian, ku me fakte tregon se zonja Kos mbështet qeverisjen e Shqipërisë dhe mban qëndrime negative kërshi demokracisë në vend? Ne kemi dorëzuar një notë verbale që është një demarsh, një qëndrim i Partisë Demokratike, e kemi dërguar tek zonja Kos, e kemi dërguar tek zonja von der Leyen, pra në të dyja nivelet e Komisionit Evropian, në Parlamentin Evropian, dhe do ta ndjekim dhe në vendet anëtare, kështu që ne do ta ndjekim hap pas hapi këtë çështje dhe nuk do ta lëm tash që kjo të kthehet, sepse nuk i bëm vetëm dëm opozitës shqiptare.
i bën dëm asaj që Bashkimi Evropian përfaqëson, i bën dëm Bashkimit Evropian, besueshmërisë që ka Bashkimi Evropian në Shqipëri, edhe marrëdhënies që ne kemi, sepse në fund ditës një shqiptar pyet kush e përfaqëson Bashkimin Evropian. Atëherë nuk mund të jetë Marta Kosi përfaqësuese e këtij institucioni, njeriu që ta bëj konfuz qytetarin shqiptar. Dhe për këtë gjë ajo do të mbajë përgjegjësi. Kemi mbitur në argumentin ton të tretë dhe të fundit për sot, Ilda. Foltoria 2 është një veprim personal i kryetarit të Partisë Demokratike, Dr. Berishës, duket që bëhet jo vetëm për të energjizuar lëvizjen politike brenda opozitës të Shqipëri, por në një kuptim edhe si një filesë mbase, dhe për këtë unë jam i detyruar të bëj pyetjen, pavarësisht se cila është përgjigjja në këtë rast, si një filesë për një proces i cili do të duhet të sillte një riorganizim të rëndësishëm të partisë, por pa shkaktuar çarje të parikuperueshme në të. Në këtë sens, brenda për brenda, nga ajo që mësojmë, njerëzit janë në një kuptim të bindur që njeriu që punon më shumë dhe që jep më shumë rezultat të parti është kryetari i partisë, po ndërkohë të tjerët kanë krijuar një lloj vetkënaqësie të qetë të mos aktivizimit ose një dembelizëm politik i cili jo vetëm ka shkaktuar deri tani ato që ka shkaktuar, po më e rëndësishme është që mund ta vëjë në rrezik vetë veprimin dhe përfaqësimin opozitar të ardhmes, atëre kur qeverisja e Partisë Socialiste do të bjerë natyrshëm. Është si thua një lloj preokupacioni që kur treni vjen ti jesh në stacion, nëse do mund ta themi kështu për publikun.